Në kushtet kur mazhoranca dhe opozita mbeten në larg konsensusit për përmbylljen e reformave, kryediplomati Edmond Haxhinasto ka kërkuar dakordsi për ndryshimet në kodin zgjedhor dhe procedurat parlamentare në mënyrë që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat drejt Bashkimit Evropian. Duke folur në një leksion të hapur së bashku me ambasadorin e Austrisë, Florian Rauning, ministri i jashtëm Edmond Haxhinasto tha se nuk ka më kohë për të humbur për reformat. Po krijohet gjithmonë më shumë një moment politik i rëndësishëm që Shqipëria këtë vit të marrë statusin e vendit kandidat dhe pastaj të hapë dhe negociatat për më tej. Por kemi detyrat tona, të i dim, që kanë të bëjnë kryesisht me përfundimin e reformave. Pra është momenti që Shqipëria të përfundojë sa më parë këto reforma, kryesisht reformën zgjedhore, reformën e procedurave parlamentare dhe kështu të ecim më tej. Ndërsa ambasadori i Austrisë Florian Rauning rikonfirmoi mbështetjen e vendit të tij për integrimin evropian të Shqipërisë, duke shtuar gjithashtu se BE është e paplot pa integrimin në të Ballkanit Perëndimor. Për ne është qartë pa ashtu quajtur Ballkan Perëndimor, Evropa nuk është plotësuar. Prandaj ne po punojmë për këtë çështje, është një nga prioritetet më të fortë, më të rëndësishëm të Austrisë. Në këtë bisedë ishin të pranishëm veç diplomatëve të rinj, edhe ekspertë e studiues të politikës së jashtme, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, të akredituar në Tiranë.